të kreshtiku. A ka që në një ta klasë pas të ndodhe dhe ngjarja në Zvërnet, se su qunë kundër klasës. Edhe fundit. Atëre do të ka një një sekundë E fundit, po Fredi Beleri pse e mbështet protestën? Fredi Beleri pse e mbështet? Po Fredi Beleri është me Sali Berishën, Allah, e mbështet Sali Berishën. Jo, një sekundë, po aty a thuet Fredi Berisha. Me 7 teori të ndryshme. Me 7 teori të ndryshme. Po ç'do të thuash me këtë se Zoti Berisha i quajti hipokrit ata të cilët e qanin. I quajti hipokrit pra poli ata të cilët qanin për Zvërnecin. Kush? Berisha dje. Po pra, po më falë, është në një krah me zotin Rama në këtë linjë. Se dhe ne ka e kemi kërkuar. Do mendimin tim. Do mendimin tim Fredi Beleri. Berisha unë kam kërkuar do mendimin tim, po është dëgjoj. Po vetëm po të keni lecuar 2 libra Kreshniku e kupton. Në qoftë se do të jetë që ka marrëdhënie sot Edi Ramës dhe Sali Berishës, idhu sikur Greqia dhe Fredi Beleri mbështet protestuesit për t'i bërë pizë dhe të thonë që ja këta i mbështet Greqia. Kaq e thjeshtë. Kaq e thjeshtë. Dhe të tjera që nuk beson fare në këto forcat e tjera që jo me unë e di çfarë besoj zonja ministre. Unë besoj te unë e di çfarë besoj zonja ministre. Unë besoj te dëgjoj. Shqipërinë janë gjithë lumtur që po lullzon. Që ky zhvillim në Shqipëri nuk do ndikonte fare në konkurrueshmëri. Patjetër, po këtë e thash të parë, këtë se diskutojmë. Po pra. Thoni atë gjë, nuk. Po ju e kaloni fal. Unë zonja ministre di çfarë besoj unë. Unë besoj që ajo ish kolegja tënde dhe ke kolege të fuqishme partije tani, atje në SPAK shtot ju ka gzuzat dhe juve vajtët ngritët kartonin dhe ju për SPAK-un e Amerikës, dëgjoj, SPAK-ut e Amerikës dhe SPAK-ut e Europës, i dolët kundër. Ti më tregove Europën, mua më tregon mua bëhen ti, kur ti beja të thot... Nuk e bëj. Nuk është temi ditës dhe kesh Si anullohet një projekt, të dalin 3.000 veta në protest. Nuk thatë njeri të anulloj më zotri. Po jo, kjo është thirrje e protestës. Tani, ne jemi nuk ku e ke dëgjuar të thirrje, po pse pa fund anullo projektin, Jo, transparencë projekti. Unë s'kam marrë tash me gjithë arkivën e protestës. Grupe për protestë. Tani, lutem, ja të ditem 2 gjëra. Tani. Se jemi në limite, kemi ka 1 minutë të fundit secili. Se duket se shkokë i ditë po i ditë jo në protestë. Jo, pëse jam këtu, ja po më shkru, po unë. Dëgjoj, unë jam një nga protagonista se ti e di shumë mirë. Video nga Vlora. Tani, o e kam bajtur unë çështjen Rama Berisha këto 4 vjet, i vetëm. Se këtu janë ndarë, sa të Berishës, sa të Edi Ramës. Kështu që sot ka dalë populli e vërtetë. Një vend nuk mund qeveriset me vendime popullore. Vetëm komunizmi nuk me vendime popullore. Që në maj, në fundjavën e maj, tani në fundjavën e maj, Unë jep dorëheqje se e korruptuar më duke kuptoni. Po pse bëni sikur se kuptoni, më jep dorëheqje shkon në SPAK. Bëj parti. O nuk di çfarë është turist. O nuk di. Bëj një parti. E ka bërë tani në 11 të natës në një nga lagjet e aty dhe ju besoni këtë gjë. A keni qenë në Vlorë ju? Të lutem, do ta pranosh një ftesë në fundjavë në Vlorë? Hajde një fundjavë në Vlorë. Edhe pyet edhe bizneset. Ma thuj ditën se të më kënaqësi do vi. Se s'kam me 30%. Unë shkoj çdo javë, po me deputetët dhe ministrët s'kam shkuar. O ministre, kënaqësia ime. Faleminderit, do vi. Patjetër. E pranoj me cakto ditën. Kur të flasësh vetëm me të gjithë ditën ti. Neve shemsiu kaq kollaj. Që të thonë informacionin mua po mpyet për Vlorën. Ministre, ato mesazhe që vinin aty janë të turpshme. E bleve shemsiun. Të thuash në Vlorë që s'ka turist. Ministre, të them një detaj tjetër të lutem, të them një detaj tjetër dhe mbylla. Më jep datën se do vi me gati. Do kesh pjesë edhe për vetëm zgjidhet jetë fundjavë që të ketë shumë turista. Zoja ministre, do ftosh edhe Polin? Se ngelatre. Po hajde më 2, jemi shjemi. Vetëm një kusht të vogël që është i përballueshëm. Hajde me mua një ditë të protestë. Vjet në çelën e sezonit turistik në Himar, kishte një numër të caktuar vizitorësh, turistësh e të tjerë, meqense ishte viti i parë që çeli sezonit bëhej në një event ndryshe, më të madh, më të rëndësishëm e të tjerë. Dhe ishte i pari vit që bizneset për shkak të kohës pak më herë se sa kulmit të sezonit thoshën, më sill mua njerëz, të lutem kam kaq dhoma, të lutem kam aq dhoma. Po nuk jemi në listeve, me ka zhvillime, ka turizëm. Këtë vit tani, këtë vit, ishte sezoni turistik në Himar, në të njëjtën periudhë si vjet nuk gjyje më dhoma. Thoshën aman të keqen mos merr se s'ka më dhoma.
Tani të themi këtu që s'ka turist në Vlorë, kush e s'ka tha? turist në Shqipëri, ja e tha kolegu jonë. Po nuk e tha, nuk ka turist në Vlorë, tha me video, më tregoj dhe videon. Po nuk e tha me që ka ndryshuar Shqipëria, ka ndryshuar. Nga 10 sekonda Lutem shumë data, na. Do vini në Vlorë, Vetëm na takto dita, na. do takoni një për një bashkë me mua këdo investitor të Vlorës që operon në sektorin e turizmit. O ministre, Do vish me mua te e di me ka po flet. Te protesta, do vish me takojnë Katërinja E di me ka po flet. Që nga startupet Unë kam miq në Vlorë, ndoshta sa ti. Po te protesta, do vish... Na takto E lutem na takto protesta. Po te ditën që do Po vi. te protesta të takojmë Katërinjë, sa gratë. Dhe ndërkohë nëse kemi plane nga protesta, Hajde, se vem ka bashkë. zhvillime, më njoftonin të Si kemi do të në presim ekran. me duart Regjia, rrëfishit. më ndiq, të lutem. E ka sinqerisht. Kam një të mirë unë, e di qatë mirë e kam unë që nuk e blen dot kur kush ndonjëherë në botë integritetin, pastërtin, edhe të qenurit afër, dhe të qenurit afër njerëzve në çdo lloj momenti. Nuk pres nga ju. Qenje për kryesinë e protestës. Po ti je shkruje për kryesinë e protestës. Je fikse të përfaqësosh ata njerëz. Mendoje edhe shkojmë bashkë të propozoj unë. Ti Marcela do vish në Vlorë? Po të mëftoj ministra... Se do shkojmë edhe ke pika e voçkën. Shkojmë të pestë, Se e ka Vlora dhe pikën e voçkën. Po të vila, po të vila e Belës në Vlorë dhe pasi të mbarohet projekti, pas 10 vitesh do zoti të kemi jetë shëndet. Po të vila e Belës. Më keni marrë pyetjen. Të radhë do shkojmë në Vlorë dhe ke pika e voçkën e Putritit. Që ka parë Vlorë në 2026. Na e merr dhe ministrën Kumbaro. Se si do jetë në 2026. Na ka parë Vlorë në 2026. Na e merr dhe Kumbaron e korrupsionit të Bregdetit. Edhe te vila e jemi në 10 sekondat e fundit. Korrupsionit të Bregdetit. Ju lutem me 10 sekonda, pas 10 vitesh, Poliç, si do të mbahet mend projekti i Zvërnecit nëse do të realizohet si projekt sesi? Unë sinqerisht. Apo jo me një fjali, s'ka më sekonda. Me një fjali, unë sinqerisht dua të bëhet të zbatojnë është mundësia që pas transparencës të zgjidhen çështjet e pronës patjetër që janë kryesore, po dhe unë jam shumë i dashuruar me natyrën, me të gjitha, dhe është gjithë bota ashtu, të zgjidhen gjitha këto dhe të bëhen.